Ultimatum i presidentit Donald Trump Iranit, ose hapni ngushticën e Ormuzit, ndryshe pas 2 orësh, tani është ora 12 e natës, pra i bie në orën 2 të mëngjesit, ai do ta bëj shkrumb Iranin. Pra kjo është deklarata e fortë që ka dhënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një deklaratë që nuk ishte bërë prej vitesh, madje tregohet që nga lufta e dytë botërore, sepse një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç e dim, mund të vendos fatin e gjithë botës. Pra çfarë do të ndodhë në botë pasi të verifikohet ky kaos që mund të ndodhë në Iran? Pres komentet tuaja dhe do të dëshiroja që kush është rastisht, do t'i lutesha të lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përherë bashkë, duke shpresuar që mos të ndodhë diçka e rëndë, sepse un kam frikë në një përshkallëzim. Do t'ju them se përse. Atëherë lexova që së pari njerë ultimatumin që ka dhënë Donald Trump e ka dhënë në faqen e tij, por njëkohësisht është bërë dhe një kaos total në mbar botën, sepse që të gjithë po presin këtë ultimatumin dhe në qoftë se Irani do përgjigjet. Ç'është e vërteta, deri këto orë që po flasim, është ora 12 e natës, Irani nuk është përgjigjur. Madje kam vënë re, sepse vura re disa informacione dhe pash dhe disa lajme në Iran, ku gjithë populli iranian është ngritur në këmbë. Disa janë veshur me si kamikaz, pra që të jenë të gatshëm për të luftuar kundër këtyre që do vinë nga Amerika, pra duke se janë përgatitur ushtar, nëndetse, luftanie dhe aviona, helikopter, drone. Pra është një Donald Trump, që është e vërteta, unë e kisha thënë dhe para disa kohësh këtë, por disa edhe më paragjykonin këtu duke thënë që Irani është i fortë. Dëgjoni me kujdes. Ne nuk po flasim që është i fortë apo nuk është i fortë. Kryesorja është kjo, që në qoftë se vendosen dy forca, në këtë rast Izraeli dhe Amerika kundër Iranit, Irani nuk ka shans që të fitojë. Dhe pra nuk është zgjidhje që Irani të shkatërroj ose të vrasë gjithë popullin. Nuk është zgjidhje, për mendimin tim. Megjithatë, kohët e fundit, pra orët e fundit, askush nuk është përgjigjur. Janë vetëm ushtarët që janë futur në linjë dhe janë vendosur në disa pika të rëndësishme, njëkohësisht, siç ju thash, disa kamikazë dhe disa që bëjnë disa konferenca në për disa vende të caktuara, ndoshta kjo për të bërë ose të krijuar një kaos për ata që i shohin këto video. Nuk e di. Megjithatë, ç'është e vërteta, nga ana tjetër, një grup militantësh nga Çeçenia, me sa lexova orët e fundit, po përgatiten për të shkuar në Iran. Njëkohësisht tregohet, thuhet që Rusia nga ana tjetër ka dërguar pikërisht dje, të paktën kështu thuhet, janë teori konspirative, por unë doja t'ja u thoshja, rreth 1000 raketa. 1000 raketa që janë balistike, pra raketa të rënda, sepse tani si e përsëris edhe njerë, këto që po ju them merreni si teori konspirative, por tregohet që Rusia është futur për të ndihmuar Iranin, sepse thuhet që do preket Rusia pas Iranit. Pra Rusia ka frikë se duke pushtuar Iranin, Amerika dhe Izraeli, pastaj do t'i hynë Rusisë. Dhe kjo është frika e Rusisë, ndaj po mundohet që ta ndihmojë Iranin. Ndërkohë thuhet që u ka dhënë urdhër pra çeçenëve, dhe njëkohësisht edhe presidenti i Bielorusjes, që në të vërtetë është një general, që është e vërteta, por le të themi që është në veshjen e një presidenti, sepse ai është generali, ai jep urdhra, por po thoshe që edhe ai vetë ka thënë që jemi në një gjendje lufte dhe është një situatë vërtet drastike. Nga ana tjetër, Erdogan po mundohet që ta mbajë nën kontroll gjithë momentin, pra këtë moment trazire dhe kaosi, ndonse në Stamboll, pikërisht dje, ose sot në mëngjes vura lexova lajmin që kanë shpërthyer disa armë, ose ka qenë një moment përplasje me disa armë tek ambasada izraeliane, pra në Stamboll. Dhe nuk dihet shkaku, nuk kuptova mirë, sepse duhet lexoja gjatë dhe të shikoja edhe video të tjera, sepse ka një problem që disa televizione flasin, meqense kanë thënë njerë nuk e përsërisin sërish atë dhe unë duhet ta përktheja në anglisht, të tjerë se nuk kuptoj turqisht. Megjithatë, doja t'ju thoshja me këtë që
është një moment vërtet delikat, sepse në qoftë se do të përshkallëzohet kjo situatë, frika është edhe për Evropën. Ndoshta është kjo arsyeja që edhe Evropa po vendos tani disa ligje të forta për qytetarët e vet. Nuk e di i lexuat apo jo lajmet, por mendohet që brenda një kohe të shkurtër, ishte vendosur për datën 10 prill, të vendosej një lloj vize për ata që nuk janë pjesë të që nuk jetojnë në Bashkimin Evropian, sepse janë të detyruar që të marrin një lloj vize online. Dhe kjo është për të gjithë ata, duke filluar që nga Shqipëria, Kosova e tjerë, por edhe për Amerikën, Anglinë, Kanadan, Japoninë, pra dhe vendet të tjera që nuk janë në Bashkimin Evropian. Pra, çfarë po ndodh? Mos ndoshta kanë ndërmend që të mbyllin kufijt dhe të bëhet siç ishte dikur, pra secili të ketë marrëdhënie me vetëm brenda për brenda. Nëse do ndodh kështu, do të jetë një kaos total, të paktën për një kohë të gjatë, sepse njerëzit tashmë janë mësuar, është si çdo gjë që ti je mësuar që të kesh një interskambio, me një fjalë ose mirë eksport-import me një shtet fqinj. Dhe nëse do ndodh kjo, do të krijohet një kaos total. Jo vetëm për kufijt, por edhe për shërbimet në përgjithësi, ose edhe për ushqimet, sepse disa kanë disa ushqime që disa të tjerë nuk i kanë. Pra, është një moment vërtet shumë i tensionuar. Unë lexova dhe disa komente të disa amerikanëve, sepse një pjesë e madhe e amerikanëve janë ndarë nga, për një fjalë, janë si sono schierati, si quhet tani, si thuhet në shqip, se s'më vjen, të më falni. Janë ndarë nga politika e mëparshme. Pra, edhe pse ishin me Donald Trumpin, tani nuk janë me Donald Trumpin, një pjesë e madhe, dhe janë kundër luftës, kundër kësaj reprezalje. Por që është e vërteta, nga ana tjetër, na vjen keq edhe për popullin iranian. Ndonse nga ana tjetër, nëse ata janë duke përpunuar armë të sofistikuara, është mirë që të ketë një armë pushim. Por, me fjalë që mos t'i përdojnë më. Por që është e vërteta, kam frikë se ato që ka thot Donald Trump do të ndodhi. Dhe të vjen keq, sepse çfarë faji ka populli i gjorë. Me një fjalë, unë mendoj që nëse nuk do të pranojnë një marrëveshje, pra brenda këtyre orëve, kam frikë se në orën 2 të natës, pra siç e ka vendosur Donald Trump, do të filloj atë që ai, me sa e kuptova, që edhe e ka shkruar në faqen e tij, duke thënë që nuk dua të bëj, por do t'ju kthej në shkrumb, por nuk dua ta bëj, megjithatë do të më detyroni. E thash në një mënyrë pak të bukur, por që është e vërteta, fjalë për fjalë është krejt ndryshe. Megjithatë, shpresojmë që kjo mos ndodhë dhe që Irani të përgjigjet, sepse ajo që më bën më shumë, që më vjen keq, si gjithmonë, për njerëzit e thjeshtë që nuk kanë punë fare në një përplasje politike, luftarake, apo çdo lloj përplasje që ndodh atje. Njerëzit e thjeshtë, me fjalë pjesa dërmuese e tyre, jetojnë nëpër fshatra. Merreni me mend tani, fëmijë, gra, pa asnjë lidhje, të mund të shfarosen, sepse kështu do një politikan apo një tjetër. Megjithatë, presim se çfarë do të ndodh. Unë mendoj që shumë gjëra do të ndryshojnë nëse do të ndodhë një gjë e tillë. Sepse përveç një shkatërrimi total të një shteti, pra të Iranit, kam frikë se do të ndodhë edhe një përshkallëzim. Dhe do të arrijë edhe këtej, nëpër Evropë. Prisni dhe do shohim.